Miqtë të dashur, jemi rikthyer sërish bashkë pas një bloku publicitare me që jemi të reklamat. Një falënderim i posaçëm shkon për sponsorët e emisionit prive, të cilët janë aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës, Adem Jashari dhe Fruti. E tani në vazhdim e shohim bashkë se çka ka të vërtetë dhe të pavërtetë. Qanë ka ndryshu me Superhiti Siena Mo huazot nga kroatët, po ky lajm është shumë i vërtetë. Dikur hiti kënduar nga Mike dhe Ghetto Jeezy që ka ploj tregun shqip falës me të madhe Siena Mo, që u realizuar në vitin 2015, tek tani në 2018 është kopjuar nga dy artist kroat me emër Shomi dhe DJ Toni, që titulluan këngën 1 milion. Mirë po në tekst, nuk është i njëjti trajtimi këngës si tek Geti dhe Majki. Çfarë do të ndërmarrin ndryshe shqiptare nga Kosova krahas asaj kroate, mbesim dhe presim. Goldi G dhe Ylka Kushi në duet. Po, ky lajm është i vërtetë. Reperi Goldi G që njihet për prodhimtarinë muzikore të tij me këngë të njëpasnjëshme, së fundi ka bashkuar forcat me këngëtarën e muzikës popullore dhe atë argëtuese Ylka Kuqe. Dyshja kanë realizuar këngën ritmike që titullohet Gjan dhe është realizuar në studion e Devox, ndërsa për klipin është duke u punuar nga M Production. Ky është projekti i Goldi G, teksa Ylka edhe vetë është duke finalizuar projektin e saj që pritet të lansohet para këngës Gjan.